që për dallim prej ligjit të parë që kishte rënë gjykatë kushtetuese që përcaktonte që me hyrjen në fuqi të ligjit u ndërpritën mandatet, ligji që tash pritet me hyrje në fuqi do thotë thotë se do të ketë një përshkallëzim të ripërtrirjes për shkak të dispozitat kalimtare, për shkak se duhet të pritet që anëtarëve aktual t'u kalojë mandati dhe që më pastaj të zgjidhen tjertë. Shumicës dërmuese të anëtarëve prokuror, që është një periudhë kohore që mundson riformatimin e Këshillit sipas përbërjes së re, është në fillim të vitit 2026, në fillim të vitit tjetër. Tash jemi në prill, do thotë po i bie edhe 8-9 muaj. Ndërkohë që dy anëtarë nga sistemi jashtë prej 3. Që ata vetëm janë të zgjedhur dhe edhe anëtarët e jashtëm që aktualisht janë në Këshillin Prokurorial të Kosovës, dy anëtarë të jashtëm, ata do ta vazhdojnë mandatin. Janë dy anë jo. Dy nga fakultetet, Dardan Vuniqi dhe edhe një anëtar dhe Visar Krasniqi nga shoqëria civile. Tash këta do ta vazhdojnë mandatin e tyre deri aktualisht janë 3. Jo, se avokati ka dhënë drejtë. me legj janë 3. Po, ka dhënë drejtë avokati. Praktikisht nuk është. Po, mirë, dhe tash i bie se me hyrjen në fuqi të këtij ligji, do thotë në momentin kur u kalon mandati këtyre, sistemi prokurorial i Kosovës do t'i plotësoj këto pozita deri në nivelin prej 3 anëtarëve po i bie, për shkak se kryeprokurori i shtetit është vazhdimisht sipas detyrës zyrtare dhe që do t'i kenë 4 dhe kuvendi betet do thotë në këtë fazë me zgjedh një anëtar nga rodhët e saj, derisa për këta 2 anëtarë të tjerë që janë zgjedhur nga kuvendi pritet që ta përfundojnë mandatin e tyre deri në fund. Pra, do thotë nëse ta zomb hipotetikisht nesër në mëngjes ky ligj dekretohet dhe hyn fuqi, nuk mund të themi që nesër pasdite do të jap rezultatet e tij. Do thotë për shkak se duhet presin derisa të kalojnë mandatet. Kish mujt me shpoll konkursin. Po ata i kanë për këtë anëtarë, për këtë anëtarë. Ata i kanë të loshët me veten njerë. Mirë, po tash edhe këtu për shembull, tash një fakt çka po më kujtohet është që për këtë ripërtrirjen e përshkallëzuar me kodët në fillim, si ka dalë gjykimi i gjykatës kushtetuese, kemi dhënë si propozim në Ministrinë e Drejtësisë, mirë po që fatkeqësisht ata kishin zgjedhur këtë rrugën me në 19 anëtar që fatmirësisht u tërheqën në fund. Dhe mënyra do të thotë si në fund janë sjell në raport me adresimin e komenteve në këtë projekt ligj tregon se sikur të kish pas një konsultim të mirëfillt, ne në fazat fillestare e kishim kalu këtë ligj edhe në gjykatë kushtetuese dhe sot kishim thonë se cilat janë benefitet deri tanishme të reformës Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe nuk do të fletnim për një reformë vendimin e cilës po e presim tash nga gjykata kushtetuese. Për çudi do thotë kur jemi tash tek planifikimi, është pak e çuditshme me thonë që ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës përsëri është në plotësim ndryshim. Do thotë ju vetëm kjo që pja presin vendimin ligji që kaloi tash testin e gjykatës kushtetuese. Është një proces tjetër prapë në ndryshim. Ka thonë Komisioni i Venecias se smerrëm në shqyrtim sepse është në gjykatë kushtetuese. Ç'a i vjen kjo me përkthy, çu kuptohet kjo? Përbes prej praktikës unë nuk e di sepse më herët nuk e kum pa. Do thotë për herë të parë do thotë e kum pa që krijohen 2 procese të ligjbërjes. As vetë s'kam besu në ligjin të cilin e kam postë. Jo, tash po thonë që po ndryshojna për diçka tjetër, mirë po në një proces tjetër, që i bie do thotë ka 2 procedura për ndryshimin e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, njëra prej cilave kuptohet ka përfunduar në kuvend, mirë po tash u kalon gjykatë kushtetuese, mirë po paralelisht me këto, ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës është duke u plotësuar dhe ndryshuar edhe në kuadër të deklaratës së përbashkët të zotimeve. Dhe do thotë kjo tregon për planifikimin që ka pas qeveria. Që të njëjtën kohë për reformat. A vjen që është për te çuditshme nuk di si definoj këtë çështje, me shku me 2 procedura të ndryshme për ligjin e njëjtë. Tash mos harrojmë të thotë se ka pas situata kur
janë hap ligjet pa nevojë, do thotë është ndryshu ligje pa një analizë, që fatkeqësisht do thotë ky ndryshimi i legjislacionit nuk është karakteristike veç kësaj qeverie, ka qenë edhe e qeverive paraprake për shkak të agjendave politike, për shkak të premtimeve të ndryshme. Çfarë kujtohet që bona herë, çështo. Ama bashkë në çet nivel, që si praktika A kena pas në herë kur është bona lëshim, domethënë kena shumë më shtim proces. Për shembull, më kujtohet ligji për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, 12 paragrafi 9, a ka një farë të suspendimi që a ka ndonë se lëshim teknik, por që ka pas impakt madh në procedurë. Po, din çka ka qenë çështja tash. E kena përfshirë procedurë edhe ka shku gata e punta i sa ndryshu, po megjithatë ka qenë lëshim. Kur është hap, do të thotë, procesi i ndryshimit për shkak të çati neni, ne si IKD-ve që kishim zhvilluar një proces të konsiderueshëm të monitorimit të këtij ligji, do tash i kishim vrejt disa mangësi praktike. Nuk funksiononte mekanizmi të avokati i popullit, ishin një sër çështje që kërkonin tani më reformë. Dhe i tham, do thotë, i dërguam komentet e tona në Ministri të Drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë nuk u mor fare me pjesën tjetër të komenteve, tha një herë ne në 12.0 nëse nuk ka bëj kaqin, një herë ne në 12.0 më pastaj flasim për ndryshimet e tjera. Mandati i qeverisë s'kaloi, ligji për përgjegjësinë disiplinore nuk u reformu kurrë. Që definitivisht tash është pjesë e kësaj pakos ku është edhe ligji për KPK-n. Që Komisioni i Venecias ka dhënë definitivisht, po sikurse për ligjet e tjera, do thotë aty tash masi vetëm dolëm të deklarata për bashkët e zotimjeve. Aty janë disa ligje jashtëzakonisht rëndësishme. Ligje për verifikimin e integritetit e tjerë se ka emrin e gjatë, për përgjegjësinë disiplinore, për KGK-n, për KPK-n, për Akademinë e Drejtësisë, edhe për administratën gjyqësore. Tash, unë besoj, tash si IKD kemi publikuar punimet për secilin për këtyre projekt ligjeve. Unë besoj që do të marrin mësim nga ligji për Këshillin Prokurorale të Kosovës, që nëse i merr parasysh komentet e partnerëve ndërkombëtar, shoqërisë civile, nëse e trajton ligjin me kujdes, ligjet kalojnë gjykatë kushtetuese dhe nuk ka nevojë, do thotë, me bu ligjet keq, mos me kalu në gjykatë kushtetuese dhe me thonë gjyqtarët të gjykatës kushtetuese ju dilni zgjedhje. Do thotë është më mirë me reflektu për ballë kësaj situate, për shkak se droftat të cilat kanë dalë në konsultim publik për mbajtje shkelje serioze kushtetuese që lehtësisht kanë merrë më pasaj edhe në gjykatë kushtetuese. Dhe që po shpresoj që kjo çështje s'ka mund ndjek, mirë po ka mund ndjek qëllimi që këto ligje me kalu në gjykatë kushtetuese. Këtë reformë në KPK edhe rekomandimet e Komisionit Venecias besoj që avancohen jashtëzakonisht shumë dhe rrjedhimisht thonë kalohet lehtësisht. Edhe ato janë të domosdoshme për sistemin.